Ja çfarë i bën organizmit tuaj vaji u lirit esëll në mëngjes. Vaji u lirit është konsideruar si një nga mrekullitë e natyrës për shkak të vlerave ushqyese dhe dobive që mbar. Sipas studimeve të ndryshme, thuhet se vaji i lirit i papërpunuar të paktën një lugë çdo ditë mënjanon një sër problemesh, përfshirë këto ato të lëkurës, flokut dhe të gjithë trupit. Vaji i lirit parandalon shfaqjen e problemeve kronike dhe sjell një sër përfitime shëndetësore, ku disa prej tyre sipas deltit saj do të rendisim në këtë video. Mbron shëndetin e zemrës. Sipas studimeve thuhet se vaji i lirit ul mundësinë e shfaqjes së problemeve në zemër me 41%. Për shkak të polipenolit që përmban, ai normalizon nivelin e kolesterolit në trup. Përmirëson sistemin imunitar. Vaji i lirit përmban antioksidantë që mbajnë sistemin imunitar të sigurt nga infeksionet. Ndihmon për të rënë nga pesha. Vaji i lirit përmban yndyra të shëndetshme dhe mundëson djegjen e yndyrave trupore në mënyrë edhe më të shpejtë.